Për 4 muaj vjen të punohet me ritëm të lartë në rrugën nga Harku i Bardicës deri tek ura e Baqallekut. Puna aktualisht është përqendruar në zgjerimin e rrugës, gjithashtu dhe vendosjen e trasesë pranë urës së Baqallekut, ku në fillim të muajit të ardhshëm do të nisë edhe puna për ngritjen e një tjetër ure pranë asaj ekzistuese. Punimet kanë 4 muaj që kanë filluar në këtë segment, nga Harku i Bardicës deri ke ura e Bunës. Kanë ecë me ritme të ndajshme, pothuajse është hap gjithë traseja e rrugës. Kemi pas bashkëpunim shumë të mirë nga banorët e zonës. Nuk kemi pas kundërshti për shpronësime për prishje rrethimesh. Tani jemi gati që të fillojmë punimet për urën. Besoj që brenda javës do vinë makineritë, pilotat për të bërë pilotat, sondat. Do bëhet një urë e re, paralel me urën ekzistuese, 200 metra e gjatë, me 6 hapësira në trarë parandere. Vështirësia e madhe që ekziston është vetëm për urët e lumit Drin, po besoj që gjatë verës do jenë urët më të vogla, kështu që nuk do kemi problem për realizimin e punimeve. Nga ky projekt pritet të ketë edhe disa ndërhyrje ku do shemen 4 objekte të cilat do shpronësohen. Ka edhe 4 banesa ose objekte që prishen, një ndër këto është objekti që kemi këtu afër, që është futur në listën e shpronësimeve, po akoma nuk është miratuar. Nga sot që flasim dhe 14 muaj kemi afallen punime. Projekti ka vlerën e 11 milionë eurove, ku parashikohet ndërtimi i urës së re dhe zgjerimi i rrugës në 4 korsi. Ky investim që pritet të përfundojë pas 14 muajve do të lehtësojë trafikun në hyrje dhe dalje, kryesisht gjatë sezonit veror në Shkodër.